Përshëndetje të nderuar dhe mirë se keni ardhur në promovimin e librit Gocat e Kaçanikut të autorit Danush Dalloshi. Jo rastësisht e nisëm këtë takim kaq të ngrohtë në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës në tingujt e operës së parë të Kosovës, e cila është kompozuar pothuajse gjysmë shekulli më parë nga Rauf Dhoni. Titulli i kësaj opere është Goca e Kaçanikut, e cila u rivendos në skenë nga Filharmonia e Kosovës, pothuajse edhe ajo pas 50 vitesh. Por në radhën e dashamirësve të artit të kulturës, ishte edhe autori, Danush Dalloshi, i cili ndërkohë kishte kohë që punonte për të mbledhur biografinë e vajzave dhe grave të Kaçanikut. E ndërkohë që shikonte dhe veprën Goca e Kaçanikut, nuk kishte më asnjë dyshim se si do titullohej libri të cilin ne kemi fatin e mirë që të na mbledh sot në këtë promovim. Kështu që patjetër që na duhet t'ju urojmë mirëseardhjen të gjithë juve që jeni në këtë sallë, por veçanërisht edhe disa përshëndetje pak më speciale. Familja në Albani, djali mësuesës së parë në Kaçanik, zonjës Sabrie Kabashi Kaçaniku Fatosi nga Tirana, na nderon sot me pjesëmarrjen e tij këtu. Familja Zhuri, familja Krasniqi e absolutisht të gjithë protagonistët e këtij libri, një pjesë e tyre janë këtu sot mes nesh për të festuar këtë vepër absolutisht shumë të lavdërueshme të zotit Danush. Por ka edhe protagonistë që nuk janë mes nesh, qofshin ata protagonistë të librit apo edhe recenzent të librit. Dhe këtu kemi rastin në fakt për të kujtuar me shumë madhe dhe nostalgji një recenzent të këtij libri, Latif Nalbanin, por patjetër edhe të gjithë të dashurit protagonistë në këtë libër që mungojnë mes nesh, dhe për ta besoj që është e udhës për të mbajtur 1 minutë heshtje. Besoj është gjithmonë shumë e rëndësishme t'i kujtojmë ata që nuk janë mes nesh, por që kontributin e tyre e kanë lënë të gjallë. Prandaj është nevoja edhe për këto momente, ndoshta pak emocionale, por patjetër që do I hapin rrugën një atmosferë besoj të gëzueshme dhe mjaft emocionuese për gjithë punën e bërë nga autori, nga zoti Danush, dhe patjetër që secilin nga ne ka gjetur ndoshta veten, ndoshta një copës të familjes së tij. Gocat e Kaçanikut kanë gjithë hapësirën e këtij libri dhe kësaj dite sot, por ne do zgjedhim njërin prej tyre për na thënë disa fjalë, që është gjithashtu edhe recenzente e librit. Kështu që zonja Habibe Morina Aliu, fjala është për ju. Ma vjen mirë që ky libër na ka bashkuar nga gjitha anët, jo vetëm të gocave të Kaçanikut, por edhe gjithë pjesëmarrëve tjerë. Kam nderin të flas për këtë libër, faleminderit prej autorit Danush Dalloshi, përveç edukimit të grave e gocave në përgjithësi të Kaçanikut, që kanë pas një edukat të mirëfillt familjare në mirëmbajtjen e familjeve të tyre, edhe në qoftë se kanë qenë të pashkolluara, por një ngritje vetvetiu ekonomike për familjet e tyre si një vend I varfër, më vjen mirë
që gjitha janë ngërthyer në këtë libër, edhe ju do ta lexoni, por nuk muj me pa i përmendur edhe vitet e para të thyrjes së akullt për emancipimin dhe ngritjen e femrës për arsimimin e tyre. Kemi edhe këtu personazhe të thyrjes së atij akulli të rabijeve, ose dhe mësuesës së parë, Sabrijes e shumë tjera. Se cilat janë ato impresione për këtë libër nga gazetari, publicisti dhe shkrimtari Kurtesh Tefaj. Të dashur mike e miq, zonja e zotëri të nderuar, ju përshëndes të gjithëve. Libri Gocat e Kaçanikut e autorit Danush Dalloshi, të cilin po e promovojmë sot, ka një simbolik dhe domethënie të veçantë, sepse pasqyron një histori të rëndësishme zhvillimore dhe intelektuale të gocave të Kaçanikut, ndër breza dhe në rrethana të vështira të mbijetesës së popullatës së kësaj treve. Autori Dalloshi e bëri mundin e vet të konsiderueshëm duke mbledhur fakte, dokumente e materiale të ndryshme për artimin e këtij libri të çmueshëm kushtuar gocave të Kaçanikut. Duke ulëmtuar gjithandej, autori gjen materialin e duhur për pjesën më të madhe të gocave të treve së Kaçanikut. Gjen mësuese, arsimtare, profesoresha të përkushtuara për shkollim, të cilat u kishin prirë nismave për hapjen e shkollave, ndërtimit të tyre edhe atëherë kur ishte më së vështirë, sepse ishin kohra kur orari i punës ishte nga agimi deri në terë. Komponenti tjetër që përmban libri është edhe puna e mjekeve të para të kësaj komune, të cilat në vitet e 70 të shekullit kaluar kishin punuar në kujdesin për shëndetin e popullatës kaçanikase. Autori gjithashtu ka vënë spikam edhe punën e shumë gocave në lëmin e ekonomisë, të bujqësisë, të kulturës, të letërsisë, të artit, të informimit, të muzikës e fushat të tjera në cilat gocat kanë dhënë kontributin e vet për zhvillimin e kësaj treve. Autori nuk i la anash edhe ato goca që kishin rrokur armët për ta luftuar armikun shekullor dhe që sakrifikuan jetën për klerimin e vendit. Në fakt, ky libër trajton kontributin dhe suksesin e gjithanshëm profesional të gocave të Kaçanikut, që të mbetet shembull për brezat e ardhshëm. Ne kemi këtu në sallë, sigurisht secili protagonisti i këtij libri është një sukses. Është një sukses jo vetëm personal, por një sukses që mbart me vete dhe i shton vlera vendit të origjinës, Kaçanikut. Megjithatë, kemi një aktore shumë të mirënjohur mes nesh, Ilire Vinca. Është këtu. Unë me shumë kënaqësi dhe sigurisht në emër të autorit e ftoj për të thënë dy fjalë ndoshta për të na interpretuar diçka drithëruese ashtu siç vetëm ajo di. Jam shumë e nderuar që jam sot këtu dhe më vjen jashtëzakonisht mirë që këtë shaj falënderimit me dy poezi do t'ja jap si dhuratë autorit të falënderit që na mblodhe në një libër. Paqjet qatë dhe suksese. Faleminderit shumë. Poezinë e parë do ta interpretoj të Bedri Hysës. Ja guri I shpuem me fortesë, vatër e zier me lëngë qeliku. Rap e rrajnë zulm e bes shekullor, kreshniku, Kaçaniku. Sangri turp me bukur ndryshe, në strajc bukën e barutin gjithmonë. Frymën qumësht dalëndysheje, dy lument turën në një jehon. Pinjom fsharit, I këndon gishti vet. Këngë e lasht,
yll në ballçelik. 700 plisa mbi kuaj pinin ret, tokë ore i stralt, ballanik, kaçanik. Poezinë e dytë po e lexoj të babait tim Nuivinca, e cila gjithashtu është e titulluar Gocës së Kaçanikut. Me qenë se kjo ka qenë dëshira juaj, me shumë dëshirë para jush. Gocë e Kaçanikut që na rimejtuar për këngën e këputur, zemrën e përvëluar, dil nga përgjerimet motër kosovare, jugu i ngrohtë, troket ndritare. Jugu i ngrohtë ti hap horizontet, vjetrën rokulliste si ortek në humner, o shoqe shkrepash, po të buzqeshin motet, të freskon dalga, po të zgjan një erë. Po të zgjan një erë, jasi po të fton. Zgjohu, mos rifjetur, treni kohës po shkon. Rokulliset vjetrën fundrina qytetit dhe sulmo guximshëm në pragje të fakultetit, gocë e malsis, bish, krepash, luginash, e shkofsh jetën në repart e uzinash. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Ilire për çdo emocion të thellë që na dhurove përmes fjalëve dhe interpretimit tënd. E thash edhe pak më parë që Danushi në këtë rrugtim nuk ka qenë i vetëm. Kanë qenë konsulent të cilët vazhdimisht pranë tij e kanë ndihmuar për finalizimin e këtij libri. Kështu që tani kemi nderin të ftojmë përpara jush Ilaz Ramailin. Faleminderit edhe për kontributin tuaj. Fjala për ju zot Ilaz. Ju falenderoj që më ftut me i thonë 2-3 fjalë, pas këtyre fjalëve mbetet edhe shumë pak. Danush Dalloshi, sukurun që jam Ilaz Ramaili, po që të dytë jemi të familjes Raka. Për ka vokacioni nuk është as historian, nuk është as novelist, nuk është as shkrimtar, por si duket ka pasën gjatën jetës një prirje të fshehur për të hulumtu dhe për të botu botimet cilat i kanë mungu veçanërisht komunës Kaçanikut. Kur ka fillu kur idenë e parë për shkrimin e librit parë për rënd e tia, rëndje familjes Dalloshi, në fakt të familjes Rakaj, kur kemi bisedu për herë të parë për idenë e tij që ndoshta ta ban një libër ku do t'i përfshinte të gjitha qikat e Kaçanikut, unë nuk besoja që më duk një mision shumë i rëndë, dhe i premtova Danushit dhe këtë e bona që i kam dhënë dimes të pjesa e fushës juridike aty ku është fusha ime të administrata shtetnore dhe gjykata. Folësit më herët të regun për secilën fushë kush e kam shtet Danushin. Që në fillim Danushi s'ka pas pretendime që ky libër kam i përfshi krejt gocat e qikat e Kaçanikut nga vitin 1945, edhe vetë ka qenë i vetëdijshëm që nuk ka është mision thuja se i pamundun që me një botim të përfshien krejt këto. Une uroj thellësisht Danushin dhe besoj që këtë do të vazhdon na nxjerrë dhe botime tjera. Faleminderit. Faleminderit shumë edhe për fjalën tuaj. Fjalën Sulejman Aliut, konsulent i librit e një herë shkruar redaktor në disa media të Kosovës.
Përshëndetje për të gjithë, pjesëmarrësit, dhe ju përgëzoj për vullnetin e mirë që keni pasur sot të vini në përurimin e këtij librit të Danushit, një libër special për situatën dhe rajonin special, dhe uroj që nga ky libër të marrin mësim dhe komunat e tjera edhe të angazhohen që të nxjerrin historitë edhe mburse, po edhe të trishtueshme të gocave të tjera shqiptare kudo që janë. Tash e kemi librin Gocat e Kaçanikut, pastaj do të dalin dhe gocat e tjera të komunave të tjera dhe do të përmbledhet, besoj, do të përmbledhen në një arkiv të plotë. Njëherë gocat e Kosovës, mandej gocat shqiptare në përgjithësi, ku përfshihen gjitha rajonet ku ka shqiptarë. Që nga këtu, Stamboll, New York, tjerë, se kudo që janë gocat tona, lanë emër të madh dhe në nxjerrin e sipërfaqe si popull idenë, jo vetëm për liri, po s'papët të mësojmë edhe të shfrytëzojmë mirë lirinë siç duhet. Uroj se nuk do të vazhdoj të zgjas më shumë, sepse të gjitha ata që folen deri tash, mu më bjen që ti përsërit ata që folen. Kështu që unë e uroj autorin, i dëshirojmë sukseset e tjera, mbi gjitha shëndetin e tij të mirë, edhe presim edhe nga donatorët, po edhe nga vullneti i tij si autor. Ju falenderoj shumë. Joni krejtësisht një impresion shumë personal. Kjo ishte jashtë skaletës. Zoti Danush, ne shpeshherë dëgjojmë të flitet për feminizmin, duke e bërtitur me të madhe, ndonjëherë duke dalë edhe në protesta, ku vajzat dhe gratë kërkojnë barazi. Vërtet, kur unë jam njohur me punën që ju i ishit duke bërë dhe sot e keni finalizuar, kam thënë po. Kjo është një vepër e pastër e feminizmit, se si ju keni punuar ko pas kohe me shumë përkushtim dhe shumë dashuri për t'ju ofruar atë vendin e nderit vajzave dhe grave të Kaçanikut sigurisht, por që do të shërbente si një shembull shumë i mirë për të ushtrirë edhe më tej. Dhe së dyti, baballaret e mirë të Kaçanikut bajnë edhe çika të mira, edhe ti ke ba Blerta Dalloshi Berishën sot një gazetare që në gjithë trevat që folë se duan shumë, veçanërisht në Shqipëri. Kështu që duke të falenderuar që më ke dhënë dhe më besove këtë rol kaq të rëndësishëm, por edhe shumë emocional, edhe gati e nderuar që pranohem nga rrënjët edhe thirrem nga rrënjët, ju ftoj që ju të mbani fjalën përshëndetëse edhe për të kurorzuar këtë takim kaq të ngrohtë. Përshëndetje, zonja dhe zotëri. Jam shumë i kënaqur që sot në këtë tempull të librit e promovojmë librin Gocat e Kaçanikut. Por dua t'ju tregoj për ata më të rinj që nuk e di në sekret se unë kam gurës që ky libër të promovohet mund këtë sadh, ku Biblioteka Kombëtare ka pas drejtorin e parë veprimtarin dhe mikun e shtrenjtë Bedri Hisa, drejtori ka qenë i pari në këtë bibliotekë. Tash, unë për lidhje me librin
nuk kam shka të flasë shumë, jam i përmbushur që ku arrit të realizoj këtë projekt, por e kam obligim të parjes të më lejoni të falenderoj shoqen time, që më ka përkrahë dhe familjen. Dëshiroj të falenderoj të gjithë bashkëpunëtorët e mi, duke filluar prej profesoreshës Habibe Marina Aliu, e cila është e jona e Kaçanikut. Por dua një duartrokitje të veçantë për Rashela Shehun, e cila ka ra ky libër dhe kjo iniciative imja dhe e kemi këtë qik aq të zgjuar sa që jemi shumë krenar me të që është nga Tirana. Gjithashtu, falenderoj zotëri magjistër Kurtesh Devoja, recenzenti i librit dhe autor i më së 20 librave. Përshëndes publicistin dhe botuesin Sabit Jaha, mikun tim të shtrenjtë. Ju lutem një duartrokitje për Latif Nalbanin, të ndjerin, i cili shumë me entuziazëm dhe shumë përkraje ndaj tij, falë atij entuziazmi unë kum arrit të bëjmë këtë promovim. Gjithashtu, e shëndes zotëri Ilaz Ramuli, kryetar i kushërinin tem, që tha dhe kryetar udhëheci Kushtetutës Kaçanikut, si që themi ne, dhe falenderoj familjen Ramoli që ka përmbështet edhe familjarisht, financiarisht. Dhe zotëriun Sulejman Aliu, redaktor dhe kryeredaktor i gazetës Rilindja, Botash dhe shumë gazeta tjera, po bësh ma ka pase dhëndër e kemi. Edhe për skjarim, në fund, Borgjën e kam kryer, e kam. në fund, jam i vetëdijshëm se nuk kam përlexoj këto fjalit fundit. Jam i vetëdijshëm se nuk kam arritur t'i përfshit në këtë libër të gjitha ato goca të cilat e kanë emrin e merituar të jenë këto, që i përmeni Sabiti. Disa prej tyre që kam mundur t'i evidentoj, kanë hezituar t'i japin shënimit e tyre për shkaqe objektive ose subjektive. E ata të cilat nuk kam arritur t'i evidentoj, për t'i përfshi në këtë libër, ju kërkoj falje ndjesë. Faleminderit shumë. Profesor Dr. Ramiz Livareka, që ka temën e për Kaçanikun, themelimin e Kaçanikut, po unë i përmena vetëm këta në këtë rast të recenzentët, mandej e kam profesor Dr. Adil Rakën për lamin e shëndetësisë, lamin e kulturës e përmena Habibja ka shkru, edhe kujtimet për Kaçanikun, me nderë kam nderin ta falenderoj Ilire Vincën, dhe për të përmbyllur në mënyrën më të suksesshme një periudhë historisë më të ndryshme që është
ndihma dhe kontributi i femrave të Kaçanikut në luftën më të re të Kosovës është autor magjister Hajro Shkurtaj. Me zbukuru librin, profesor doktor Haki Gjapli e ka bo këtë ide. Ismet Jusufaj ka qenë dizajner i librit dhe i falenderoj të gjithë për këtë përkrahje. Faleminderit të gjithë të pranishmëve, shpresoj që dhe besoj që kemi kaluar një kohë të vlefshme mes kujtimeve dhe nostalgjisë dhe shpresoj që të tjerë libra dhe autor të pasojnë veprën e nisur nga Danush Dalloshi. Faleminderit.